Zoti tregoi veset e munafikëve dhe punët që duhet të bëjnë besimtarët, për të treguar edhe veset e jehudinëve urdhëron e thot: Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Ata njerëz që mohojnë Zotin e pejgamberët e tij dhe duan që të bëjnë ndarje në mes Zotit e pejgamberëve të tij, thanë: ne u besojmë disave dhe mohojmë disa. Ata dëshirojnë të ndjekin një udhë ndërmjet besimit e mohimit, të tillë njerëz janë mohues të vërtetë dhe ne me madhërinë tonë kemi përgatitur për ata një ndëshkim çnderues. Shpjegime. Besimi në disa pejgamberë dhe mohimi disa të tjerëve është prej zakoneve të liga të jehudinëve dhe të krishterëve. Jehudinët i besojnë të madhit Musa dhe të Uratit, por mohojnë të madhin Isa dhe Ungjillin. Gjithashtu nuk besojnë as Muhamedin dhe Kuranin. Edhe të krishterët i besojnë Isait dhe Ungjillit, por nuk i besojnë Muhamedit e Kuranit. Kështu ata duan të kapin një rrugë në mes besimit e mohimit dhe duan të ndajnë besimin në pejgamberët nga besimi në Zotin e vërtet. Mirëpo ky lloj besimi s'ka ndonjë vlerë, besimi vlefshëm është të vërtetosh Zotin dhe të gjitha mesazhet e Zotit të kumtuara prej pejgamberëve të tij. Pra besimi në disa pejgamberë dhe mohimi i disa të tjerëve është si të mohohen të gjithë, prandaj Zoti ynë thot: të tillë njerëz janë mohues të vërtetë dhe ne me madhërinë tonë kemi përgatitur për ata një ndëshkim çnderues. Walladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu bayna ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Atyre që u besojnë Zotit e pejgamberëve të tij dhe nuk veçojnë ndonjërin prej tyre, së shpejti Zoti do t'u jap shpërblimet, sepse Zoti është falës dhe mëshirues. Shpjegime. Ky ajet është prur për të nxitur ehli kitabët që të besojnë në pejgamberin më të fundit Muhammedin alayhi salam, sepse thënia e Zotit besimi është i vlefshëm kur të besohen të gjithë pejgamberët, do të thotë nuk është i vlefshëm besimi i jehudive dhe i të krishterëve. Nëse ata duan të kenë një besim të vlefshëm, le të besojnë edhe në të madhin Muhammed. Nga ky ajet nënkuptohet se edhe ata besimtarë që kanë bërë faje të mëdha nuk do të qëndrojnë përgjithmonë në xhehenem, sepse Zoti na ajet thotë se shpejti do t'u jepet shpërblimi të gjithë atyre që besojnë Zotin dhe pejgamberët e tij, pa veçuar asnjërin prej tyre. Kuptohet se edhe keqbërësit do të hyjnë në xhenet pasi të vuajnë dënimin dhe të shohin dëshkimin e fajeve që kanë bërë, pra bien poshtë thëniet e Mu'tazilëve se keqbërësit do të qëndrojnë përgjithënjë në xhehenem. Zoti tregoi se nuk është i vlefshëm besimi i jehudive për shkak se ata besojnë disa pejgamberë dhe nuk besojnë disa të tjerë. Për të treguar edhe një faj tjetër të tyre, urdhëron e thotë: Yes'aluka ahlul kitabi an tunazzila alayhim kitaban min as-sama' faqad sa'alu Musa akbara min dhalika faqalu arina Allaha jahra فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ehli kitabët të kërkojnë ty o Muhammed që t'u zbresësh një libër prej qiellit, mos e shi aq të madhe këtë kërkesë të tyre. Më parë ata i kërkuan Musait një gjë më të madhe se kjo dhe i thanë: na e nxirr ta shohim Zotin sheshit, që ta shikojmë me sy, siç shohim të gjitha sendet që ekzistojnë. Në atë çast ata i përfshiu Rufeja për mizorinë e vet, sepse i bën padrejtësi vetvetes. Pastaj ata morën për Zot Viçin, pasi atyre u kishin ardhur argumente të dukshme që tregonin njësimin e Zotit, por meqense ata bën teube për këtë veprim, edhe ne u afalëm dhe i dham Musait një mbretëri të dukshme. Shpjegime. Fahri Razi u thotë se jehudinët i thoshin pejgamberit: ti thua se je i dërguar i Zotit, nëse je i vërtet disa njerëzve prej nesh, le t'u zbres një libër prej së larti dhe kështu ne do të besojmë ty se je pejgamberi i vërtet. Qëllimi i kërkesës ishte që t'u ngaturonin njerëzve mendjen e për inat në një kohë që mrekullitë e pejgamberit ishin më se të mjaftueshme për të vërtetuar se ai ishte i dërguar i Zotit, prandaj është thënë se qëllimi i këtij ajeti është për të treguar kryenësinë e jehudinëve. Ata i kanë kërkuar edhe Musait një gjë shumë më të madhe se zbritje një libri prej qiellit, kur i thanë: na e nxirr Zotin që ta shohim. Pra edhe sikur atyre t'u zbres libri prej qiellit, përsëri ata nuk
nuk do të besojnë ty sepse ata e kanë inatin në shpirt, këmbgulin në të gabuarën dhe kjo është në natyrën e tyre. Ata që kërkuan të shihnin Zotin ishin stërgjyshërit e jehudive të kohës së pejgamberit, por meqense edhe këta u përngjanin plotësisht atyre në kryenëçësinë e tyre, i është thënë, këta i kishin kërkuar Musait një gjë më të madhe se kjo. Zoti e ka përfunduar ajetin me këto fjalë: Ne i dha Musait një mbretëri të dukshme, domethënë o i dashurim, mos u dëshpëro pse jehudit nuk duan të besojnë ty, sepse ata edhe Musait nuk donin t'i besonin, por ne me madhërinë tonë i dham atij një fuqi aq të madhe sa që jehudit ju bindën atij me pahir, pra edhe ty do të ndihmojmë ashtu siç ndihmuam vëllain tënd. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Ne e ngritëm si për tyre turin, për ta pranuar ata marrëveshjen e tyre, e u tham hyni në derë të Kudsit dhe në përdyrë të qyteteve të Erej Has të përkulur, duke i bërë sejdë Zotit, dhe u tham atyre mos e ka përceni kufirin e ditës së shtunë, respektojeni atë ditë dhe prej tyre morëm një besë të fortë. Shpjegime. Qëllimi i ajetit është për të treguar reptësinë e jehudive në këmbguljen e tyre për të mos pranuar fenë islame. Jehudint kanë përfisë që këmbgulin me forcë për të mos pranuar fenë e vërtet. Ata edhe Musait nuk donin t'i bindeshin edhe pse e kishin parë prej tij gjithë ato mrekulli. Por Zoti e ngriti si për tyre turin që ata të pranonin fjalën që kishin dhënë dhe kështu u detyruan që të pranonin e të mbanin atë besë. Ngritja e një cope të marit tur mbi kokat e jehudive ishte një punë e jashtëzakonshme, ishte një mrekulli që ka ndodhur në kohën e Musait me fuqinë e Zotit dhe besimtarët nuk i shmangen besimit të asaj mrekullie. Besa e fortë që ka marrë Zoti prej jehudinëve është që ata të vepronin sipas urdhrave të Zotit dhe për t'u larguar nga gjërat e veprimet e ndaluara. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Për shkak se ata e thyen besën dhe për shkak se ata i mohojnë argumentet e Zotit, si dhe për shkak të vrasjes së pejgamberëve të tyre pa të drejtë, edhe për shkak të thënies së tyre ne i kemi zemrat tona të mbyllura me klëf. Ata kanë zemërimin dhe mallkimin. Jo, Zoti u avullosi atyre zemrat për shkak të mohimit që bën, prandaj zemrat e tyre janë në klëf. Prandaj besojnë vetëm një pakicë prej tyre, pra ata besojnë shumë pak. Shpjegime. Thënia e jehudive ne i kemi zemrat të mbyllura në këllëfe është për këtë domethënie, fjalët e tua o Muhammed ne nuk na bëjnë ndonjë përshtypje sepse ne i kemi zemrat të mbuluara në këllëf, ose zemrat tona janë si enë të mbushura plot, prandaj ne s'kemi nevojë për dituri të tjera. Me këto fjalë ata donin të përgënjeshtronin pejgamberin kur ai u bënte thirrje që të pranonin fen. Zoti u thot, jo nuk është ashtu siç thon ata, dhe Zoti u avullosi atyre zemrat për shkak të mohimit që bën. Prandaj ata i kanë zemrat në këllëf dhe nuk e ndjejnë fare të vërtetën. Për këtë shkak, nga ata besojnë vetëm një pakicë, si Abdullah ibn Selami me shok, ose ata besojnë vetëm një gjë të pakët. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Zoti u avullosi atyre zemrat edhe për shkak të mohimit të tyre mohuan Isan dhe për shkak të thënies së tyre të madhe kundër Meriemes e akuzuan atë për pandershmëri. Shpjegime. Me akuzën që i bën të madhes Merieme, jehudinët mohuan edhe fuqinë e Zotit. Thënjet e tyre ishin: Meriemja nuk mund të lindte fëmijë pa kontakt me mashkull. Zoti nuk mund të krijojë fëmijë pa baba. Zot na fal. Prandaj Zoti ynë në këtë ajet thot për shkak se mohuan fuqinë e Zotit dhe për shkak të shpifjes së madhe që bën ata kundër Meriemes, Zoti u avullosi atyre zemrat. Shkaqjet e treguara deri këtu për mallkimin e jehudinëve janë 5. 1. Thyrje besës prej tyre. 2. Mohimi që ata u bën argumenteve të Zotit. 3. Vrasje pejgamberëve të Zotit prej tyre pa të drejtë. 4. Thënia e tyre, zemrat tona janë të mbyllura në këllëf dhe nuk i dëgjojmë fjalët e pejgamberit. 5. Akuza e tyre me shpifje të madhe që bën kundër së madhes Merieme.